ata që punojnë për familjet e tyne le të ngojnë këtë hadith për Rasulullah alayhi salam. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, me dhanë një dinar që njerëzit me shku me luftu për hir të Allahut, për ushtri, për armë, e jep një dinar. Tjetrin dinar e jep për me liru një rob luftës, rob që është sklav me liru. Tjetrin dinar e jep një fukaras. Tjetrin dinar e jep për familjen tane. Është pyetje për ty, për cilin dinar për tyne shpërblesh mas shumë të tek Allahu Azza wa Jall? Nëse më kishe vetë mu, kisha thonë për të paren, që njerëzit me luftu për hir të Allahut, për ushtri, ose për dytin që me liru një sklav. Ka thonë Rasulullah alayhi salam, ma i madhe shpërblim është për ata që e jep për familjen tane. Këtu e kish shpërblimin më të madhen. E ke dhanë për familjen tane. Lumë për ata që punojnë për familjet e tyne. Allahu Azza wa Jall çdo shpenzim që e bani për familjen e juve u ashkruf sadaka e ju shpërbleft në ditën e gjykimit.